Vëllezër e motra, na ka arritur një pyetje në inbox të cilës duam t'i japim përgjigje. Pyetja është kësaj: a lejohet të pranojmë dhurata nga jo muslimanët, sidomos gjatë ditëve të festave të tyre, gjatë ditëve kur i kanë pushimet fetare? I nderuar, nuk ka pengesë sipas fesë sonë islame që një musliman apo muslimane të shkëmbejë dhurata me një jo musliman. Ajo që kushtëzohet në fenë tonë islame është që mjeti i cili dhurohet të jetë nga gjërat të cilat janë halal, janë të lejuara sipas fesë sonë islame, dhe nuk janë nga ato gjëra që janë të ndaluara haram, siç mund të jenë produktet nga alkoholi ose vetë alkoholi, droga, produkte nga derri edhe gjërat e tjera të cilat mund të jenë të vjedhura. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është model në këtë rast për ne, i cili pranon të dhurata nga jo muslimanët, siç ishte rasti edhe pranimi i dhuratave nga mbreti i Egjiptit, Mukaukis, i cili i dhuroi pejgamberit alayhis salam, ndër të tjerash edhe robreshën Marian. Ndërsa sa i përket asaj që ju e merrni dhuratën gjatë kohës së pushimeve fetare, kur me të cilët punonti ata kanë festë fetare, kjo nuk ndikon në statusin e dhuratës. Ka një transmetim që thotë se vetë Hazreti Aliu dhe Aisha radiallahu anha, shoqja e Muhamedit alayhis salam, merrnin dhurata nga disa zjarrputistë gjatë pushimeve të tyre. Allahu e di më së miri.